Nuk jam mashtrues, por nuk lejoj që të më mashtroj askush. Selam të dashur miq. Një grup i njerëzve të etur për pushtet kishin dashur të rrëzojnë nga froni një mbret, por nuk kishin ditur këtë ta vendosin në krye. Prandaj gjetën një njeri që ishte fetar i devotshëm, por që nuk ja kishte haberin politikës. Janë mbushën mendjen se ai do të barte një mision fisnik dhe e vendosën në krye të kryengritjes. Pasi u bë një fitnë e madhe, një njeri urtë ndaloi këtë fetarin dhe i tha: "A je i vetëdijshëm se çfarë je duke bërë?" Ti, tha ai dashur mik, je në rolin e atij gomari që e përdorin gjatë gjithë ditës për të mbledhur dru për zjarr, e kur vjen mbrëmja e vendosin shumë larg zjarrit, të lodhur po edhe në të ftohtë. I dashur vëlla, e dashura motër, shpesh herë në jetë mundohen të përdorin që ti kryesh ti luftrat e të tjerëve, të luftosh ti betejat e të tjerëve, por ti mos u bëj naif. Kujtoje fjalën e Omerit radiallahu anhu që ka thënë: "Nuk jam mashtrues, por nuk lejoj që të më mashtroj askush." Ndërsa Hasan el Basriu ka thënë se një besimtar që është besimtar i mirë, por që është naif, është më i rrezikshëm për Islamin sesa një besimtar që nuk është aq praktikant, por që është imbre. Kujtoj edhe mbaje mend mirë këtë, kur shejtani, djalli i mallkuar, nuk mund më ta mashtroj njeriu me gjunahe, me mëkate, ta çoj të bëj mëkate, atëherë ai i jep atij një mision të rrem, duke e bërë të mendoj se është duke shpëtuar botën, kur në fakt është duke shkatëruar veten. Çdo herë, kujdes. Betejat që ja vlen të luftohen janë betejat tona. Le të mos mendojmë me mend të tjetrit, le të mos luftojmë luftën e tjetrit.